Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa në forumin e zgjerimit ka deklaruar se Shqipëria dhe Malizi janë shtete pararoj në këtë proces. Në vitin 2025 pam përparim të konsiderueshëm në procesin e zgjerimit. Malizi ka bërë përparimin më të madh dhe nëse vazhdon përpjekjet e tij për reforma me të njëjtin intensitet, është në rrugën e dur për të mbyllur negociatat deri në vitin 2026. Unë besoj se Malizi mund të jetë antar i 28 i BE-s në vitin 2028. Shqipëria ka bërë gjithashtu një punë të madhe dhe ka përshpejtuar shumë progresi në rrugën e saj drejt mbylljes së negociatave të pranimit deri në fund të vitit 2027. Besoj se ky shtet mund të jetë antar i 29 i Bashkimit Evropian. Costa deklaroi se zgjerimi i Bashkimit Evropian është një investim strategjik jo vetëm për shtetet kandidate, por edhe për ato anëtare të Unionit.